Edhe gjatë vitit 2025, turizmi ishte një nga degët kryesore të ekonomisë shqiptare. Ai ka dhënë një ndikim të rëndësishëm jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në qarqe të veçanta të vendit. Një ndër zonat ku turizmi ka pasur peshë të madhe ekonomike është qarku i Gjirokastrës. Megjithatë, sipas ekspertëve të ekonomisë, rritja e lartë e çmimeve në biznese ka ndikuar negativisht në sektorin e turizmit. Kjo situatë ka sjellë një ulje të ardhurave nga turizmi, duke reflektuar drejt për drejt edhe në ekonominë lokale. Në Gjirokastër, për hir të së vërtetës, çmimet janë të larta. Dhe kjo ka bërë pastaj që zvoglimi i të ardhurave nga turizmi të zvogloj në përgjithësi dhe të ardhurat e ekonomisë së qytetit të Gjirokastrës. Pasi e kemi thënë shpesh që nga turizmi nuk përfitojnë vetëm individët që merren me turizmin, por nëse ky turizëm është i formalizuar, përfiton dhe shteti. Nëpërmjet taksave që ai merr nga këto biznese, ofron shërbimet e veta pastaj si për bizneset që merren me turizmin, ashtu dhe për për individët apo kategoritë e tjera që nuk merren me turizëm. Ekspertët theksojnë se zhvillimi i një turizmi gjithëvjetor do të ishte një zgjidhje për rritjen e qëndrueshme të ardhurave në qark. Kjo është veçanërisht e rëndësishme pasi një pjesë e madhe e banorëve të zonës merren drejt për drejt ose tërthorazi me turizmin, duke e bërë këtë sektor kyç për ekonominë lokale. Nëse ne harim të kemi një turizëm gjithëvjetor, kjo përkthehet automatikisht në rritje të ardhurave për qytetin e Gjirokastrës dhe për qarkun dhe për rajonin në përgjithësi, sepse në fund të fundit është një pjesë e konsiderueshme e individëve që merren me turizëm, por thash edhe një herë kërkon politika të studiuara, kërkon mirëkuptim nga të gjitha palët, në mënyrë që të funksionojë diçka normalisht, duhet të gjitha palët të jenë në unitet me njëra tjetrën, pra të jenë në funksion të njëra tjetrës. Për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm, autoritetet dhe bizneset lokale po punojnë për të mbështetur turizmin gjatë gjithë vitit, duke rritur të ardhurat për komunitetin dhe duke forcuar pozicionin e Gjirokastrës si një destinacion i njohur turistik.